sjell të tilla shembuj ku dhe minimumi një gare e paracaktuar, sepse po edhe 7 të tjerë po të vendosësh, në ato borë fiton gjithmonë Sali Berisha. Fakti që kanë shkuar deri në këtë nivel, që përjashtojnë gjithkënd, ato tregon për një avancim të masës së degradimit. Pse duheshte Partia Demokratike të bënte disa kritere për kandidatët që mund të marrin pjesë në garën për kryetar të Partisë Demokratike, kur pra shko, Sali Berisha duket se është i bindur që pavarësisht se kë do ketë përballë, ai sërish do jetë kryetar. Përse duhet bënte kritere të tipit që ata që duhet garonin duhet kishin 10 vite kontribut, duhet të kishin mbajtur detyra të larta në drejtimin e Partisë Demokratike dhe po aq vun edhe parashikimin që ka të bëjë me integritetin e figurës, që në këtë rast duket që është drejt për Ervin Saliani për shkak të dënimit të formës së prerë të tij. Përse duhet ta bënte këtë? Friksoheshe nga diçka Sali Berisha? Me sa duket po. Nga se? Me sa duket po. Të sqarojmë diçka, ka pasur gjithmonë rregulla të detajuara për të drejtën e kandidimit. Jo, këto ishin rregulla të qepura apo stafat për persona të caktuar. Këto do të thoya që janë rregulla të cilat janë të qarta që në momentin 0, ku të gjithë e dinë, rregullat të pandryshueshme, ndërkohë këto rregullat e nxjerra nga cilindri i tanishëm, me të drejtë thatë ju, të qepura sipas kostumit të kandidatëve që duhen përjashtuar, këto e demaskojnë totalisht. Edhe këtë përpjekjen për të bërë gjasë me garë, nuk arrit kuptoj me thënë të drejtën, po përse po bëjnë dhe garë. Kanë as guximi, as një lloj vlere, as brenda partisë, impakt publik jo, e bëjnë këtë gjë. Më mirë të jenë sinqert, nuk ka garë, siç dikur nuk ka pasur në Partinë e Punës, me që ajo parti u nda në PS dhe në PD të vazhdojnë atë trashëgiminë ashtu siç duhet. Tani arsyeja se përse ka degraduar, se në Partinë Demokratike dikur bëhej edhe një lloj procesi, jo aq perfekt, ta pranojmë edhe këtë. Të paktën gara mes Lulzim Bashës dhe Sokol Uldashit është një nga garat më të qëndësishme. Ka qenë një garë reale. Ka qenë një garë reale, me thënë drejtën. Fakti që ka degraduar në këtë pikë, më bën dhe mua të mendoj, kam një shpjegim. Me sa duket, qëndron fakti, ajo që konkluzioni që më thash pak më parë, besoj dhe ju bini dakord që në çdo lloj gare që bëhet në oborrin Sali Berishës, fiton Sali Berisha. Çështje mase është e raportit. Por me sa duket, nga momenti që uzurpoi Partinë Demokratike me ndihmën e Edi Ramës, e ngriti të gjithë futja të frym që idhujtaria, militantizmi ekstrem do të ishte e vetmja mënyrë se si të menaxhohej ajo parti. I pa interesuar për rezultatet zgjedhore. Ka pas parashikuar me sa duket që çfarëdo lloj rezultati zgjedhor i dobët do duhet krijonte një korac prej militantizmit, që është po në atë parti, në mënyrë që të mos jepej ndaj këtyre humbjeve sistematike që ka mësuar, të paktën nga 2023 e këndej. Po e lëm historinë kur kishte një lloj përplasje në Partinë Demokratike. Dhe arsyeja se përse duket që nuk do të pranoj asnjë lloj kandidati tjetër, i trembet faktit jo se fiton, po se nuk fiton aq thellë. Pra nuk bën një fitore plebishitare. Goditet në atë që është krenaria e pa latuar, po përdor këtë fjalë, në sytë e atyre mbështetësve të vet. Një rezultat zgjedhor hipotetik, ku po themi zoti Saliani, zonjë Zhballiu apo dikush tjetër të mund të marrin diku tek, po them 15 apo 20%, do ta godiste pikërisht tek thelbi. Dhe do t'i jepte edhe një sinjal. Jo vetëm sinjal, jo, do t'i jepte një provë që mbas ardhjes, siç edhe e uzurpoi Partinë Demokratike, mbas ardhjes me luftë, dhe luftën e fitojnë herojnë, e pretendon veten që t'jetë heroj i Partisë Demokratike, e shpëtoi Partinë Demokratike nga thonjtë e Sorosit edhe thonjtë e maxhorancës, pavarësisht se ka bërë shumë pazare me Edi Ramën, dhe në këtë idhujtari, në këtë lloj adhurimi, me të cilën e ka ngritur, do të godite i rënd, nuk do të ishte më i pasfidueshëm, do të merrte provën që edhe aty brenda rrethit militantesk, aq kanë ngjetur në Partinë Demokratike, kanë filluar
të ketë edhe doza skepticizmi. Dhe kjo është normale, për faktin sepse ka shkuar nga humbja në humbja. Sepse ai është i vetëdijshëm për këtë. Sigurisht që është i vetëdijshëm, thjesht dhe vetëm me këtë rast nuk i jep mundësi që ky proces degradimi, sepse është një proces degradimi, kjo është fare i qartë. Të jetë i dukshëm, i lexueshëm për të gjithë. Të mos jetë i përshpejtuar. Një garë, qoftë edhe e stisur, qoftë edhe një garë me vështirësi, siç edhe mund të ishte nëse do të ishin një apo dy kandidatë të tjerë, ata që kanë shprehur aspiratën, ajo do të përshpejtonte procesin e degradimit. Kësaj trembet. Kështu që ky është shpjegimi logjik që unë shoh, se nuk shoh tjetër arsyetim logjik. Aq më pak të interesit publik apo të interesit elektoral, mendo tani një parti, e cila ca kohë dhe thot ka momente që thot që duhet hapemi